muslimane, bashkëshortja muslimane, ndaj burrit saj duhet kuptoj se me martesën e saj orientimi dhe busulla e orientimit e ndron kahun. Nëse deri dje ishte babai, ishte familja dhe ishte gjithçka, tani aja e muhabetit është bashkëshorti, burri i saj. Dhe gjithë orientimi shkon te krijimi i familjes së re. Normalisht tek e mesmja gjithmonë pa neglizhuar familjen e saj dhe pa e lënë mbasdore hakun ndaj familjes, por kjo nuk do të thotë që ti jetë akoma tek familja ndërkohë që ka filluar detyra të reja dhe ka obligime të reja. Femra muslimane duhet kuptoj se mbas Zotit, për të mbasi martohet, vjen burri dhe bashkëshorti i saj. Femra muslimane duhet kuptoj mirë fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili tha për burrin: innama huwa jannetuki wa naruki. E dije, i tha, se burri është xheneti dhe xhehenemi i gruas, në një rast kur ajo pa ankohej me pa drejt për burrin e saj. Në një rast tjetër erdhi një grua dhe ankohej tek profeti alayhis salam se i kishte rënë imani dhe besimi. Dhe profeti alayhis salam i dha një trajtim shumë çuditshëm situatës, dhe femrat duhet ta kuptojnë këtë. Tha: ndoshta është se nuk po sillesh mirë me burrin tënd. Femra duhet kuptoj se me të vërtet burri ka një përgjegjësi shumë të madhe për familjen, por nëse ajo nuk i bëhet krah dhe mbështetje burrit, ai do të dështoj dhe familja do të shembet. Femra duhet kuptoj se edhe ka përgjegjësinë e saj dhe nuk mund të ikë nga përgjegjësitë. Ashtu si tha pejgamberi sa për burrin që është përgjegjës, tha edhe për bashkëshorten se edhe ajo është përgjegjëse. Femra muslimane duhet kuptoj, që jemi tek e para gjithmonë, se respekti ndaj burrit e bën atë që të fitojë xhenetin dhe t'i hapen 8 dyert e xhenetit. Ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafizat irdaha wa ata'at ba'laha qila laha dkhuli min ay abwabil jannati shi't. Ajo grua që i fal 5 vaktet, agjeron Ramazanin, ruan nderin, respekton burrin, i bindet burrit, Zoti do t'i hapi 8 dyert e xhenetit dhe mund të futet nga cila derë e xhenetit të dojë. Thonë kot që gratë kanë vështirë xhenetin. Thonë kot që gratë kanë përshku më shumë xhenem për Zotin. Gratë o e kanë më të lehtë xhenetin gratë ose ka njëri tjetër në botë. 4 detyra: namaz, Ramazan, nderin, burrin. Kjo është detyra e parë, të kuptoj pozitën që i ka dhënë Allahu dhe i dërguari i tij bashkëshortit, dhe se respekti, kënaqësia e tij nuk është gjë tjetër vetëm se një arsye e madhe për të kënaqur Zotin dhe dërguarin e tij. Po pse? Sepse feja synon tek mbajtja e familjes, tek ruajtja e familjes, jo tek shkatrimi i familjes. E nëse familja nuk orientohet nëpërmjet krye familjarit, shtyllës shtëpisë, që është burri, dhe del edhe një burr tjetër që e konkuron burrin, po thjesht vishet me fustan apo e ka zonën e holl, atëherë kjo familje shkon drejt shkatrimit. Drejt një familje e cila çdo gjë mund të quhet, vetëm familje nuk është. Për këtë arsye e kushtuar kaq shumë rëndësi kësaj pjese në fenë e mrekullueshme në Islam. 2. Durimi. Po durim duhet të ketë edhe burri, sidomos bashkëshortja, sidomos gruaja. Pse? Sepse burri ka shumë vështirë, pavarësisht se nuk duhet ndodhi, pa e ka të vështirë ta shkëpusi jetën e tij
nga angazhimet e jetës kur mbyllet në shtëpi apo kur futet në shtëpi. Pavarësisht se duhet të ndodhi kështu, duhet që kur futet në shtëpi çdo gjë ta lërë jashtë shtëpisë, po në përgjithësi nuk ndodh kjo. Sepse njeriu, sidomos pjesa e gjinisë mashkullore, është e gatuar tek arsyetimi i gjërave, analiza e gjërave deri në fund të tjerë dhe kjo e shoqëron mashkullin burrin edhe mbas mbyllet apo futet në shtëpi. Për këtë arsye dhe femra duhet të jetë më e duruar. Do të jetë tepër e durueshme. Çfarë më e duruar? Do të jetë shumë e durueshme. Për këtë arsye kam pas thonë, mbas çdo burri të suksesshëm është një grua durimtare, një grua e mirë. Detyrë tjetër është veprimi me leje. Burri, duke qenë se është menaxheri numër 1 i familjes, ka orientimet e tij dhe gjërat se si funksionojnë gjërat. Për këtë arsye, çdo gjë duhet të jetë me miratimin e tij. Flas në gjërat që janë madhore dhe në gjërat e rëndësishme, sepse futja e burrit pastaj në çdo detaj e thash në pjesën e parë të hutbes parë, që pastaj nxjerr burrin nga funksioni i burrit në funksionin e mashkullit. Përgjigjja ndaj burrit për sa i përket raportit të shtratit. Dhe se nuk bën që femra muslimane në asnjë lloj mënyre të refuzojë burrin nëse e fton shtrat, siç tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, ti përgjigjet edhe nëse është në furr. Pra është duke gatuar në furrë, po digjet buka dhe digjet çka po ta lej furrin, shkatrohet buka, jo, po e thirri burrin shtrat, duhet i përgjigjet burrit. Dhe me lajket e mallkojnë nëse nuk i përgjigjet deri në mëngjes, hadithi tjetër. A vlen kjo edhe për burrat? Nuk vlen, sepse nuk ka hadith për burrat, vlen vetëm për femrat. Normalisht edhe burri duhet të jetë burr, jo një vlla plus për gruan. Do të jetë burr me kuptimin e burrit, por se mallkimi është shprehur për femrat. Raportet e mira me prindërit e burrit dhe familjarët e tij në përgjithësi. Kjo theksohet. Pse theksohet? Sepse situatat ndonjëherë në jetën bashkëtorë, në familjen e re përzihen. Nganjëherë vjerra nuk është aty ku duhet dhe e tepron. Nganjëherë nusës i duket vjerra barr, edhe i duket sikur po i merr burrin që kjo me zor e gjeti. Dhe e ka të gjithin të vetin. Kësaj tjetër si duket sikur kjo goca e huaj që ka ardhur në shtëpi, ka marrë çunin që aty i kishte syt, aty i kishte gjitha shpresat dhe jetën në kështu me radhë. Prandaj dhe vajza do të jetë shumë e kujdesshme në raport me prindërit e burrit. Dhe ajo duhet kuptoj se dera e mesme e xhenetit të burrit të saj janë prindërit e tij. E nëse ne themi familja, jeta bashkëtorë në Islam, dashuria në Islam është familje dhe familja në Islam nis këtu dhe mbaron në xhenet, e gjithë e duam xhenetin, atë femra duhet kuptoj se xheneti i burrit të saj, po edhe i saj, se po shkoj burri në xhenet do të morë edhe familjen me vete. Elhaqna bihim dhurriyatihim. Do t'u çojmë mbas dhe familjet, thot Allahu në Kur'an. Ajo duhet kuptoj se xheneti i burrit saj janë ai babai dhe nëna e tij. Janë pikërisht këta pleq që ndoshta janë me rrudha, ndoshta janë bezdisshëm, ndoshta janë bërë për t'i ndihmuar, për t'u dhënë me ushqyerje apo për t'i pastruar. Janë pikërisht këta të dy, ata të cilët e kanë sjellë këtë mrekullinë, këtë bukurinë, këtë njeriu në mirë, që sot për të është gjithçka në jetë. Dhe mohimi i mirës nuk është as pak human dhe njerëzor, mos më fol pastaj fetar apo që s'ka lidhje me besimin. Gatishmëria dhe prezenca e mirë gjithmonë për bashkëshortin e saj. Femra normalisht ka dhe angazhime, ka dhe punë të veta, hallë dhe sikletet e veta, mirë, por nuk duhet harrojë asnjëherë prezencën e mirë përpara burrit të saj. Gatishmërinë e përhershme për burrin e saj. Se burri ka sprova, ka hallë dhe siklete, dhe në momentin që nuk gjen një paraqitje të mirë në familje, kjo do ta bëjë atë që të fillojë ftohjen, Allahu na ruaj.
mos të fusë në shtëpi njeri pa lejen e tij. Ka disa njerëz që burri nuk don me I pa në shtëpi, mbaroi historia. Jo, po unë I kam me po ti. Mbaroi historia. Burri tha, burri e zgjidh vet pastaj situatën, se kur duhet I fusë dhe kur duhet I pranoj. Të mos agjëroj, agjërim nafile Ramazanit, spytet burri. Agjërim nafile nuk I lejohet që të agjëroj femra, vetëm se me lejen e burrit saj, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastërtia dhe punët e shtëpisë është detyrë e femrës. Pa t'i dalë dikur një fetva e çuditshme që gruaja se ka për detyrë me bë punë të shtëpisë, gruaja se ka për detyrë me gatu, edhe lujten mend ca njerëz çuditshëm lujten mend, thanë e gjetën më në fund. Po kjo nuk është as pak e vërtetë. Në Islam s'është ashtu. Fatimja, bia e pejgamberit alayhis salatu wasalam, vjen dhe ankohet tek babai I saj për I zgjidhje, po pse? Se duart e saj ishin bërë me kallo. Po pse? Jo vetëm që bonte punë të shtëpisë, bia e pejgamberit alayhis salatu wasalam, po nga që Aliu merre me punë tjera radhiyallahu ta'ala anhu, kjo ishte detyruar të shkonte dhe të blunte, dhe ishin bot duart e saj me kallo. Edhe I thoshte pejgamberit, o pejgamberi I Zotit, o bab, na gjejna I zgjidhje. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, po e kam I zgjidhje për ty o bia ime. Tha, ha bab, bismillah. Tha, kur bish në gjumë, kur shtrihesh, thuj 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu Ekber. E sa raste gjejmë ne pastaj nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, nga rastet e sahabijatëve që bonin punë dhe bonin punë goxha mirë biles. Jo vetëm punë të shtëpisë, po edhe punë tjera. Femra duhet të kuptoj se raportet në shtëpi dhe punë të shtëpisë, ajo është njëshi. Në të gjitha kuptimet e fjalës njësh, për sa I përket përgatitjes, për sa I përket pastërtisë, për sa I përket rregullimit dhe gjithçka. Femra muslimane duhet të kuptoj dhe të mendoj vazhdimisht që burri I saj të jetë I kënaqur prej saj. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-janna. Nëse një grua vdes dhe burri është I kënaqur prej saj, e ka